Raportojmë për një aferë korruptive që prek milionat, që prek interesat e njerëzve të politikës, njerëzve të biznesit, kudo tjetër. Unë nuk kam pasur ndonjë rast të sulmit fizik, por me rastet e kërcënimeve, me rastet e shantazhit, na përballemi çdo të lumën ditë, çdo raport. Kushdo që është gazetare dhe shumë mirë që kur të raportojmë për një aferë korruptive që prek milionat, që prek interesat e njerëzve të politikës, njerëzve të biznesit, kudo tjetër, normalisht që ekziston frika. Dhe tek ne gazetarët, frika kryesore, sidomos ne të cilët jemi prindër, frika kryesore nuk është frika që ne na ndodh diçka, por normalisht është frika që fëmia tonë, familja jonë muj me e psu. Kom pas shumë herë kur fëmijën i kom lënë një qoshët rrugës, edhe ju kom thonë thërnë numrin e telefonit normalisht duke i lënë porosin në rast se unë vonohem, për shkak se kom pas frikën që nëse unë ndezi veturën, mundet me pas diçka, edhe pse fatbarësisht në Kosovë nuk kemi arë në qatë stat, por ashtu si që tha edhe Krishniku që nuk duhet me pritë që situata me ardhë deri në një moment kur mundet me të shpërthy vetura, mundet me të rre dikush rrugës, do duhej që institucionet të bëjnë një reagim pak më të madh në momentin e parë kur gazetarët tregojnë për atë frikën ose për presionin që e marrin kryesisht me njerë pas raportimeve që bëjnë për rastet korruptive apo rastet të tjera që përfshin edhe krimin organizuar, por ne kemi parë në praktik realisht që ka pak ka pak iniciativë edhe prej institucioneve të drejtësisë në rast se ata nuk e shohin që është kërcënim direkt për të marrë dhe për të drejtuar rastet siç duhen, e shënojnë si raport zyrtar dhe më pastaj e lënë diku në arkivat e institucioneve për t'i trajtuar. Tash, unë nuk kam pasur ndonjë rast të sulmit fizik, por me rastet e kërcënimeve, me rastet e shantazhit, na përballemi çdo të lumën ditë, çdo raport. Është edhe një metodë e re që ka nisur kohëve të fundit, që është paditë slap që vinë kundrejt gazetarëve pikërisht duke dashur ti tentojnë ti ndalin ato punimet e tyre të cilat i bajnë. Edhe tash nëse unë them që është një lloj sfide e madhe që ne po përballemi çdo ditë me padime, ankesa nga palët, pavarësisht që ti ua jep mundësinë me fol, e merr versionin e tyre, e çet versionin real që ata kanë thonë, e çet versionin real të palës tjetër, ata i drejtohen gjykatave, i drejtohen prokurorisë. Unë po besoj që ata do të gëzohen që e kanë arritë qëllimin që këto padi po ndikojnë tek ne. Realisht këtu po ndikojnë jo vetëm në punën që ne e bëjmë si gazetar, por edhe në frikën e gazetarëve të rinj që të nisin nesër me trajtu një rast pikërisht për shkak të faktit që kanë me u përballë në gjykat, kanë frikë se mund të përfundojnë në gjykat, sepse kur nuk je i sigurt në ato që e raporton, pavarësisht që ti i ketë bazuar në ligj, i ketë bazuar në fakte dhe në dokumente, për gazetarët e rinj është shkaqja sfiduese. Po du me përmend një rast konkret të një kolege që punojmë bashkë, kur na erdhi një padi, që fatbarësisht atë padi e kemi fituar, tashme është edhe në shkallën e dytë është fituar, ka pas të bëjë me një padi që ka ardhur nga një institucion publik, nga Universiteti i Prishtinës, kundrejt një gazetare që kishte raportuar për shitblerjen e diplomave. Dhe ditën e parë kur e ka marrë padin në dorë, ka ardhur e friksuar në zyrë dhe ka thonë, ku me përfundu në burg? E thashu, ka dole, përse s'ki me përfundu në burg, pret, ulem, e trajtojmë. E kemi shqyrtu rastin. Në momentin kur u kry padia, dhe më thonë, vetëm atëherë, ajo ishte edhe shtatzon, vetëm atëherë, e kuptoj që puna e saj nëse bëhet në mënyrë profesionale nuk ka pse më utut, por hetë se shtin janë men këto 500 gazetarëve të rinj që janë të paktën në Kosovë, që çdo ditë ballafaqohen me një sfidë të tillë.